Ata ne po e shohim në ekranin një fotografi, kur ju keni qenë e re, ju jeni në foto bashkë me bashkëshortin. Po. Cili vit ka qenë ai? Ai është kur u fejuam. Kur u fejuat, u bë dhe ajo publike, ajo fotografi. Po. Burin tim e njofta këtu. Ai ishte student i dallum nga Dibra dhe ajo që na bashkoi studionte ekonominë në vitin e 3 studimeve. Ai dhe unë ishim në 3. vit. Dhe ishte vështirë të më gjenë mu dikush, sepse unë atër vëzitja një motor deri të fakulteti dhe deri të shtëpia. Por a ditë dhash një provim dhe ai ma uroj dhe u qudita. Dhe kjo ishte njohja jonë. Pas një kohë, pas disa viteve, ne u fejuam dhe është fotografia dita kur u fejuam. Dhe thënë dita kur janë e feju. A që re në moshë ju vazhduat dhe u punësuat në spitalin QKK, tash që njihet edhe si spitali QKK. A mban me në ditën, ose si ishte aja për ju? Jo, unë kam punu realisht, kam punu në dispanzerin e fëmive. Dispanzerin e fëmive dhe ndodhi demonstrata e 81-shit, kur njerëzit po vdisnin edhe rrugës dhe kur atër afër shtëpisë së mallnave pash edhe pelgun e gjakut bashkë me fëmijën tim për dore dhe isha shtatzan. Dhe në këtë kohë isha shtatzan në fëmijën e dytë dhe kishte një tronditje që kam qfaqë edhe në shkrimet e mia në libër, me poezi, vitin 1981. Dhe drejtën të them, kisha probleme shëndetësore, nga kretë ky shqetësim, nga gazi i lotësjellës, kisha frikë se ndoshta edhe gazi mund ta dëmtoj frytin, kështu që isha afër abortit dhe shkova te mjekët ginekolog. Ata u sollën qaq keq, sa që të unë shkaktu një revolt dhe unë ju thash, isha mjeke pra, kisha diplomu, po nuk punoja si mjeke. Thash, prej sot, konsideroni që në dispanzer do të punon edhe mjekës shqiptar dhe unë do të vi para jush, do të vi këtu të punoj. Dhe kjo ndodhi. Me njëherë i mora dokumentet prej rilindjes dhe i dorëzova në dispanzer që të punoj. Mjeku, drejtori ishte shqiptar, por a i dinte situatën se kam brend, struktura shumë nuk ishe proporcionale, as afër, si kishte mjek shqiptar, dhe më sugjeroj që të marr pediatrin, do më thonë të punoj në pediatri. Nuk ishte përzgjedhje imja pediatria, sepse ndoshta bashkë pediatrin e kisha më pak favor se nuk kisha frikë prej fëmijëve. Mendoja se fëmijët nuk din me ta tregu dhimbjen dhe tani si ta gjeja. Kishte pa përvoja ime pra. Edhe megjithatë me sugjerimin e drejtorit vendosa të punoj me fëmijët. Kjo është një fatbarësi që zbulova një botë ndryshe, botën më të padjallëzuar, më të bukur dhe për cilën ja vlen çdo gjë. Sot ndihem shumë e lumtur për këtë periudhë që dhe për këtë zgjedhje time. Në këtë kohë isha, do të thënë, tani e kuptova se mjekësia fillon dhe studimet në realisht fillojnë kur fillon me punu. Kisha shumë angazhim, numri shumë i madh i pacientëve. S'ka pas ditë që s'ka pas 100 pacientë në ditë. Thënë, atë që re në mosh edhe i arritet të punosh spital. Unë du me kalu edhe spital jo në dispanzer. Në dispanzer. Unë du me kalu edhe të një pjesë tjetër. A ju kujtohet kur ka fillu kontributi juaj gjatë luftës? A mban mend ditën edhe si e vendose që të kontribosh në luftë? Po, e mbaj mend. E mbaj mend sepse, si ta them, situata politike ishte gjithnjë e më keqe.
dhe ne ishim bërrob të lajmeve, informatave në televizion, po e përcillim çdo situatë, edhe në familjen tonë, pra kjo ndodhte. Edhe diskutonim. Njëherë do ta ilustroj me një detal familjar, kur na kishin ardhur mysafir. Dhe ne vllau i burrit tim, që fëmijët e mi e deshin shumë, por ne s'kishim kohë me fol shumë, sepse ishin disa lajme, mbashim lidhje të rëndësishme në Beograd, do t'i shohim ato se çka do të ndodhë. Dhe në këtë moment fëmijët e mi kishin shku në dhomën e tyre, i vogli nuk dinte, se nuk ishte as në shkollë, po i madhe kishte bërë këtë sherr, edhe kishin marrë një letër të madhe, kishin shkruar mjaft ma lajme, duam filma, lodra dhe pralla, dhe kishin bërë një protestë në shtëpi. Do thënë që çështë vogël kam protestu, i keni qenë një nanë. Do të them, kjo ishte situata në familje, në të gjitha familjet tona. Po si e more guximin ju si famën, si grua, momenti si kur nanë? unë fillova të interesohem, ka qenë ndoshta ma vonë, shumë ma vonë, kur ndodhen helmimet e fëmijëve në vitin 1990, unë u ktheva prej Zagrebit, po atëherë në vitin 1990 i kisha kry studimet postdiplomike dhe specializimin. Disa vite pra s'kam qenë këtu, po kam qenë në Kroaci, 4-5 vjetë, dhe në momentin kër unë po mendoja çka të bëjmë për shëndetësinë, me shoqet e mia po mendojshim si ta ngrisim shëndetësinë, ndodhi ma e keqja helmimi i fëmijëve. Dhe në këtë kohë, derisa unë po merresha me fëmijët, dikush po e përcillte punën time, derisa ndodhi angazhimi, po e përcillte punën time dhe ishte ilegalja e Kosovës, ata njerëz që gjithë ishin interesu në organizim, dhe më afrohet një shoku im më thotë se e kanë vrejtë se pasi unë u përjashtova në gusht të vitit 1990, u përjashtova me njerë sa erdha për Zagrebit, pas një kohë përjashtova nga puna. Isha ndër organizatorët bashkë me burrin tim e frontit demokratik që quajshim ne Lidhjen Demokratike, e një fronti që të qëndron pushtetit të Miloševićit, nga një revolte mbrëmshme kishte publike Miloševićit, që mos provon me armë të zgjidhë çështjen në Kosovë, kur, domethënë, kjo nuk është zgjidhja dhe kjo është një guxim i çuditshëm. Pastaj në Kosovë po vinin atje u zgjodha në kryesinë e forumit të gruas, dhe sepse po flas gjana shpejt që të arrit deri te ajo që thatë, dhe duke qenë kështu, ne gratë, ndoshta edhe pa i pyet shumë burrat në Lidhjen Demokratike, organizuam një protestë të madhe kundër dërgimit të djemve tanë armatën jugoslave. Me moton fëmijët tanë si shërbejnë armatës vllavrase. Dhe kjo ishte shumë e rrezikshme për unë. Isha nënshkruese e apelit të 215 intelektualve, pra kundër marrjes me luftë, mirë po, të gjithë nga këta u përjashtuan nga puna. U përjashtova dhe unë. Dhe po atë ditë, para policisë thash, unë do të punoj, sepse jam mjeke. Ku do të punoj? Në rrugë. Ku do që jam mjeke? Unë do t'i përgjigjem kërkesave të pacientëve të mi. Kështu veprova dhe punova, dola në rolin e mjekës ilegale.